shkova të blej rroba dhe shikoni se çfarë bleva në fund. Më thoni a ju ndodh edhe juve kjo gjë. Në radhë të parë vajta në të gjitha dyqanet të shikoj se ç'kan sjellur tani për vjeshtë, edhe me që kanë filluar dekorimet për festat e fundvitit aty. Njëherë kemi Halloween tani në fund të tetorit, do me thënë ka edhe dekorime për Halloween, edhe pastaj ja kemi edhe dekoret për festat e fundvitit dhe mua më pëlqen shumë që t'i shikoj dyqanet që i kanë të gjitha këto dekorimet. Nuk kam filluar akoma të blej se në radhë të parë kam shumë nga vitet e parë, edhe në radhë të dytë se mendoj se është akoma shpejt, po së shpejti do ta bëj unë atë. Pemë, nuk e di pse nuk më durohet. Tani siç e patë unë vajte që të bleja rroba, vetëm rroba nuk bleva, edhe erdhi burri që të më merrte se isha larg, edhe më tha hajde të vemi të blejmë ca peshq. Tani më thoni juve, unë dal për rroba, i më thot hajde të vemi të blejmë peshq. Më tha nuk bleve që nuk bleve rroba, të mos vemi të marrim të ham një gjë për në shtëpi. Mirë, të drejt ka edhe ai, peshkun shiquna e pastrojnë aty, se i nati im, jo se do ta bëj unë në shtëpi, dhe në shtëpi burri do ta bëj, po nejse, në shtëpi e pastrojmë një çinga lartë, të gjitha atyrat i bëjnë aty. Të kaloni bukur, ciao!